Qytetarët e Vlorës, Beratit, Matit, Tepelenës dhe Cërrikut do të thirren për të zgjedhur kryetarët e bashkive më 9 nëntor. Tashmë janë zyrtarizuar emrat e kandidatëve nga Partia Socialiste, ndërsa demokratët do të mbështesin kandidatë të pavarur në këto 5 bashki. Në Vlorë, surpriza e këtyre zgjedhjeve është Brunilda Mersini, hera e parë që një grua synon të drejtojë këtë bashki. Ajo ka qenë drejtoresha e Spitalit Rajonal dhe u zgjodh deputete për herë të parë këtë legjislaturë. Ajo duhet dorëzoj mandatin pa shijuar as 2 muaj, ndërkohë që kryeministri Rama ka theksuar se qëndrimet e saj i ka si burr, duke i dhënë peshë kandidaturës së saj. Përballë Mersinit në Vlorë do të jetë Dionis Sota, aktivist i shoqatës Arta, kandidati i pavarur pa përvojë politike, por i mbështetur nga PD-ja dhe Adreti Klapaj. Në Cërrik gara do të jetë mes 3 kandidatëve. PS ka propozuar Florence Dokën, jurist dhe ish drejtori i burgut Peqinit, ndërsa PD-ja mbështet Armarido Hoxhën, mjek dhe kandidat i pavarur. Partia Shqipëria Bëhet synon të hyjë në garë me Eligert Himën, kriminolog i sapokthyer nga Italia. Për bashkinë e Tepelenës, PS ka zgjedhur Gramos Sakon, ish komandant i Gardës së Republikës për 11 vjet, i cili së fundmi merrej me biznes. PD mbështet Gabriel Gumën, një arkitekt 26 vjeçar i kthyer në vendlindje, i cili synon të sjellë një frymë të re në qeverisjen lokale. Në Mat socialistët kandidojnë me Altin Bojnin, një financier që ka mbajtur një sër postësh drejtuese në nivel lokal, ndërsa PD-ja mbështet Eduard Bahlikën, një avokat me reputacion të mirë në zonë. Kryetari i komanduar i Bashkisë së Beratit, Ervin Ceca, ekonomist me profesion, kërkon të zgjidhet kryetar në siglin e PS-s. Përballë tij do të jetë në kampin opozitar biznesmeni Pavlo Shkarpa, që po kërkon ndryshim të drejtimit lokal.